në këtë edicion do të ndiqni. Shpërndahet kuvendi, zgjedhjet të reja mbahen me 28 dhjetor. Një person paraqitet si imam, tenton të mashtrojë qytetarët. Kryesia e klubit të futbollit Vllaznimi mohon se kanë vendosur kryetrajner Ismet Muishin. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Zyrtarisht sot presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka nënshkruar vendimin për shpërndarje të kuvendit pas takimit me liderët e partive politike të mbajtura sot paradite. Më pas është saktuar data e zgjedhjeve, e cila është 28 dhjetori. Pas dështimit të djeshëm për formimin e qeverisë së re nga ana e mandatarit të dytë nga lëvizja vetëvendosje, partia e cila kishte dalur e para në zgjedhjet të 9 shkurtit, paraditën e sotme, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pritur në takim liderët e partive parlamentare për të dakorduar për datën e zgjedhjeve të parakohshme. Ftesës Osmanit ju kanë përgjigjur pozitivisht kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, kryetari i Nismës Fatmir Limaj, kryetari i Guxo Faton Peci, kryetaria e Alternativës Mimoza Kusari Lila, si dhe liderët e partive të komuniteteve jo serbe. Në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe legjislacionin në fuqi, si dhe pas pranimit sot të vendimit të Kuvendit të Kosovës, lidhur me dështimin e krijimit të qeverisë, edhe nga mandatari i dytë, Presidentja e Republikës së Kosovës ka shpërndarë sot legjislaturën e 9 të Republikës së Kosovës. Pas shpërndarjes së kuvendit, pati edhe deklarime të deputetëve. Faton Peci tha se presidentja nuk kishte zgjidhje tjetër. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës propozuan 21 dhjetorin si datën e zgjedhjeve të parakohshme. Fatmir Limaj e quajti fatkeqësisht shpërndarjen e kuvendit. Në një konferencë për media të mbajtur pak më vonë, presidentja e vendit Vjosa Osmani njoftoi se data kur do të mbahen zgjedhjet parlamentare është 28 dhjetori. Mbeti me të tema zgjedhjeve që na presin dhe sjellim një kronik të realizuar me qytetar për të kuptuar se cili është opinioni i tyre për zhvillimet e fundit në vendin ton, ai duheshin Kosovës edhe një palë zgjedhje. Pas dështimit për formimin e qeverisë së re nga ana mandatarit të dytë nga LVV-ja, partia e cila kishte dalur e para në zgjedhjet e 9 shkurtit, sot, presidentja e vendit, Vjosa Osmani, fillimisht ka shpërndar kuvendin e më pas edhe ka caktuar datën e zgjedhjeve të reja që është data 28 dhjetor. Disa qytetarë që intervistuam sot tha se deri më tani do të duhej të ishte gjetur një zgjidhje. Mirë u konë më pas përfundu e më bo qeveria se në ka bloku me tënë aspektet e të në herë tënë popullit duhet të pasë ndryshime, ta shojnë ndryshimin shabohet të shi. Kom që për shumë zgjedhje edhe me upshet gojnë gjithve. Ne të fiton më i miri. Ndërsa një tjetër tha se zgjedhje duhet të mbahen sa më parë. Zgjedhje duhet të bëhen sa më parë. Duhet të mushemi mend me gjitha këto mbledhje ditë për ditë, javë për javë. Me të vërtet kemi hinë libër të Ginisit, që është turp për ne. Kujtojmë se zgjedhjet parlamentare janë mbajtur me 9 shkurt, por deri më tani, përkundër disa tentimeve, nuk është arritur të gjendet një zgjidhje për të krijuar institucionet. Zgjedhjet e radhës parlamentare do të mbahen me 28 dhjetor. Një person i prezantuar si imam nga Sarajeva ka tentuar që përmes telefonit të mashtrojë qytetar në Kosovë. Një rast i ngjashëm ka ndodhur në fshatin Novosel. Hoxha Abdurrahman Betullahu tregon se gjatë bisedës telefonike kishte vërejtur se numri prefiks i numrit ishte nga Bosnja, gjë që ngriti dyshimet e para. Unë jam imam, unë jam Sarajevë, na e kena mbledh me ndihmu asanin. Një person i cili është prezantuar si imam nga Sarajeva ka përdorur numër të telefonit të Bosnjës Hercegovinës dhe ka kontaktuar qytetarë të ndryshëm në Kosovë.
duke tentuar t'i mashtroj financiarisht. Sipas Hoxhës Abdurrahman Bejtullahu nga shoqata humanitare Bereqeti në Gjakov, njëri nga rastet ka ndodhur në fshatin Novosel, ku viktima person skamnor është kontaktuar nga i dyshuari dhe i është kërkuar shuma prej 500 euro, me arsyetimin se ai do t'i dhuronte më pas 8.000 deri në 9.000 euro. Dje ka thirrë një burr, kënës është imam nga Sarajeva, i quajtur Muhamet Gashi, me numër telefoni tash është i njohur për ne, përmes WhatsApp-it. Ka kërkuar që t'i ndihmon familjes në Novosel që ka bërë ndërtojmë shtëpinë. Edhe ka kërkuar numrin e tij, ka kontaktuar direkt me ta. Dhe ky është krejtë si çdo nevojtar dhe fukara, erë me gëzim të marrë 550 euro tek ne, që më në gjysore t'i kthen shumën, me shumë të madhe. Këti i kishë përmëtu 5.500. Momente që kemi folë zbashku, kom edhe rujtin qizimin, nga 5.000 bon 9.300, o duke një moshuar. Bejtullahu tregon se gjatë bisedës telefonike kishte vërejtur se prefiksi i numrit ishte nga Bosnia, gjë që ngreti dyshimet e para. Në kalut Bekim Jashari, i familjes Jashari e këna mbledh mjetet. Ai shton se personi mashtrues është prezantuar edhe si mik i familjes Jasharaj dhe i Bekim Jasharit, i cili në një postim në Facebook ka paralajmëruar qytetarët se një individ po përdor emrin e tij për mashtrime. Dhe që më të bindë më shumë për ata të cilët e dinë kush është familja Jasharit në Kosovë dhe këtë shqiptarin, kam Mikë, kam Doste, kam Bekimin, të ndëruarin, Bamirsin, kështu që të më tha mush me 100%, në fund të cirke edhe kolegën tonë të ndëruarin Elel Kastratin, po ko po që është manipuluesen të prejve telefonatën dhe mesazhe që me pas kujdes, sidomos familjet që kanë nevojë shumë për ndimin e dikujt tjetër që mos i shfrytëzon, sepse ndoshta neve na rujti Zoti, po të tjerë ka mundësi bijnë si kurban dhe merren qafë shumë të mëdha. Rasti është paraqitur në polici. Megjithatë, Bejtullahu thekson se mbetet e paqartë se sa mund të ndihmojë organet të rendit të Bosnjës Hercegovinës, pasi ky shtet ende nuk e njeh zyrtarisht Kosovën. Kemi kontaktuar me policinë e Kosovës, përderisa është rasti në Sarajev, ne e dimë që kemi si shtet të lashet tona të jashtme dhe të mbrëmshme, përderisa nuk kemi marrë as kemi hap asnjë shumë. Emën dhe mbi emën tash ka mundësi një është edhe në Kosovë, duke ditë se gjendjen e Hasanit pedi komplet, familjen pedi sa antarjen, shoqatën pedi kush është shoqata Bereqeti, ndihmat që ka jep. Është situatë pak mbyllt edhe lam si të mbyllën, po esenca ata që na vëzhgojnë dhe na shikojnë mes TV-syrit, mi hap syt një bokate sepse nuk e gjejmë parë të ndash askush nga ne. E ku të cilë më të mëdha të Republikës së Kosovës, pa dyshim që njerëz automatikisht japin ato të holla. Inshallah ndo Zoti mbushë mend, ati Zoti jap hakun e vet. Ai thot se kjo është hera e parë në punën e tij humanitare që has në një tentim mashtrimi të tillë, duke bërë thirrje që qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të raportojnë menjëherë raste të ngjashme. Kfori turk ka bërë një investim të rëndësishëm, detajet e secilës i mëson në materialin e radhës. Kfori italian ka realizuar një investim të rëndësishëm në Universitetin Femia Gani në Gjakov, duke rinovuar plotësisht dyshemën e sallës sportive të këtij institucioni. Në ceremoninë e përërimit, rektori i universitetit Erlan Bonjaku shpreu mirënjohjen e tij për këtë kontribut. Është ndjerë dhe kënaqësi që bashkërisht me gjithë ju. È una gioia per me di essere qui oggi con voi. Të inaugurojmë investimin në renovimin e sallës edukatës fizike. Per il rinnovamento di questa sala di educazione fisica sportiva. Ne si universitet, Noi come università jemi shumë falendërues siamo estremamente grati Kforit për mbështetjen e vazhdueshme, alla KFOR per il supporto continuo në aktivitete të ndryshme, po ashtu në veçanti edhe për renovimin e sallës. Mirënjohje për bashkëpunim shpreu edhe komandanti i rajonit Perëndim Itali, kolonel Lorenzo Mangja, i cili theksoi rëndësinë e mbështetjes së të rinjve dhe klubeve sportive në komunitet, veçanërisht të klubit të voleybollit të Llaznimit, të cilët kontribuojnë vazhdimisht me aktivitete vullnetare dhe angazhim sportiv. Vedere poi tutti questi trofei qua davanti vuol dire che abbiamo investito ancora meglio sul futuro di questa squadra, di queste squadre. Që po i shohim gjitha këto arritjet e ekipit, do të thotë që veç puna është bërë mirë. Poi sapete che la pallavolo, il volley in Italia ultimamente è esploso. Ju e dini që edhe volejbolli në Itali ka
ka eksplodu me një farforme. E quando ero giovane e avevo i capelli anch'io ho giocato a pallavolo. Kam qenë i ri edhe unë edhe kisha flok, edhe unë isha lojtar i volleybollit. E quindi oggi inauguro il campo pure io con una battuta. Unë sot e kam dëshirën me inauguru fushën e volleybollit me një lojë bashkëpunimi. Për fund u ndonë mirënjohjen si shenjë falënderimi dhe respekti për vullnetarizmin dhe kontributin e palodhshëm të klubit të voleybollit Llaznimi, të cilët vazhdojnë të jenë shtyllë e rëndësishme në promovimin e sportit. Në ditën e konventës që mbron të drejtat e fëmijëve, realizuam një kronik me një grup nxënësish për të mësuar nëse ata njohin të drejtat e tyre dhe dinë se kush i mbron nëse shkelën të drejtat e tyre në shkollë, shoqëri, shtëpi apo xhetiu. Ndjekim kronikën. Data 20 nëntor shënon miratimin e konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve. Në këtë ditë ne vizituam disa nxënës të shkollës Këlmend Rizvanolli dhe i pyetëm nëse janë të informuar për këtë ditë, si dhe për të drejtat dhe përgjegjësitë që ata si fëmijë i gëzojnë. Drejtat tona janë për me ardhur në shkollë, për me mësu, për me dëgju babin, mamën, mësuesen e të tjerë drejtoreshën, të gjithë ata që rrinë në shkollë, në familjen time e të tjera. Ne kemi përgjegjësi në shtëpi për të pastruar dhomën tonë, për të rregulluar dhomën tonë. Si fëmijë janë të drejtat për me mësu, të tjera më të mëdhenjt me na respektu neve, mos me bona i gjotë keqe. Ne kemi drejt të shkollojmë, të mësojmë, të rritëre duhet me na ndëgju më të vegjlit e të tjerë. A duhet të ndëgjoni edhe ju të rriturit? Po, ne nuk duhet të bullizojmë, ne duhet me ndihmu njëri tjetrin sa më shumë e të tjerë. Fëmijët treguan se janë të informuar për të drejtat e tyre, si dhe shtuan se janë gjithashtu të informuar, por edhe të gatshëm të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre, si dhe të kryejnë detyrat që u përkasin për moshën e tyre. Në Universitetin Fehmi Agani u shënua sot 5 vjetori themelimit të Fakultetit të Shkencave Sociale. Në këtë ceremoni para të pranishmeve u fol për të arriturat e fakultetit ndër vite. Në Universitetin Fehmi Agani në Gjakov u shënua sot 5 vjetori themelimit të Fakultetit të Shkencave Sociale. Në këtë ceremoni morën pjesë stafi akademik, rektor, dekan, profesor, student e mysafir. Rektori i Universitetit Drilon Bunjaku, para të pranishmeve foli për të arriturat e fakultetit ndër vite, duke theksuar se në këtë periudhë është bërë një punë e vazhdueshme për ngritjen e cilësisë akademike. Gjatë kësaj periudhe, Fakulteti i Shkencave Sociale ka treguar se me vizion të qartë, me përkushtim dhe me angazhim të përbashkët, mund të ndërtohet një fakultet funksional, dinamik dhe i besueshëm për studentët dhe me ndikim në komunitet. Këto arritje janë rezultat i bashkëpunimit të stafit akademik, udhëheqjes ose udhëheqësisë menaxhmentit të fakultetit dhe energjisë së studentëve të cilët kanë qenë aktiv dhe kanë marrë pjesë në shumë aktivitete të ndryshme të cilat kanë quar drejt zhvillimit të mëtejshëm të fakultetit. Ndërsa dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale Perdi Kamberi u shpreh mirënjohës për angazhimin e stafit dhe studentëve gjatë këtyre 5 viteve, duke nënvizuar se fal punës dhe përkushtimit është arritur të ndërtohet një fakultet i qëndrueshëm dhe me vizion të qartë. Padyshim që themelimi i këtij fakulteti nuk është vetëm një rrugtim i shkurtër, po përmbledh edhe shumë segmente të rëndësishme të cilat tani më vetëm kanë arritur rezultatet e para, pasi që kemi edhe 2 gjenerata të cilat kanë diplomu dhe së tilla kanë hyrë në tregun e punës. Në fund të ceremonisë u ndan mirënjohje për studentët, profesorët, rektorin dhe dekanin, si vlerësim për kontributin e tyre në zhvillimin dhe konsolidimin e Fakultetit të Shkencave Sociale për gjatë këtyre 5 viteve. Nesër në Gjakov mbahet edicioni i 61 i mitingut të poezisë organizuar nga klubi letrar Gjon Nikol Kazazi. Muharrem Kurti, kryetari i klubit, thotë se pavarësisht të vështirësive, ja dalën.
Me organizim të klubit letrar Gjon Nikol Kazazi në Gjakov, nesër mbahet edicioni 61 i mitingut të poezisë. Kjo ngjarje kulturore pothuajse çdo përvjetor ballafaqohet me vështirësi financiare të organizimit, por krijuesit asnjëherë nuk e lën pa e shënuar. Kështu thot profesor Muharrem Kurti, kryetari i klubit. Këtë vit jemi refuzuar nga institucionet përkatëse me një arsyetim se përfaqësuesi i klubit është punojës i kulturës dhe ka konflikt interesi. Ndërkohë ne kemi kërkuar me gjetë rrugëzjedhje, më në fund për të mos e kputur do ta shënojmë mitingun e gjallë të NIT, që është aseti më i rëndësishëm letrar mbar shqiptar, dhe kemi krijuar disa pika programi, hapet me temën e tribunës që është letërsia pasqyrimi i kohëve moderne. Ndërkohë vazhdon me promovimin e librit e Jusuf Buxhovit, romanin Udhëtimi në kohë. Jusufi duhet ta themi që është pjesëmarrës dhe themelues mitingun e parë, e kemi fatbarësisht dhe vazhdojmë me orën letrare ku do lexojnë poetët. Profesori Kurti gjithashtu tha se tradita e mitingut është e gjatë dhe për hir të traditës, angazhimet dhe kërkesat tona janë të vazhdueshme, që në secilin edicion të kemi risi dhe pjesëmarrje të sa më shumë krijuesve. Kryesia e klubit letrar ka marrë këtë qëndrim që të mos ta kputim, ta vazhdojmë këtë traditë madhe, duke shpresuar që institucionet tona do ta marrin përsipër këtë aset letrar dhe kulturor, dhe në vazhdimet e tjera ta buxhetojnë dhe ne t'ju afrohemi vullnetarisht, se ne bëjmë punë vullnetare për hir të kësaj tradite të madhe, për hir të këtij niveli shumë të shquar që ka gjatë një vjet se ka askush një aktivitet të tillë dhe pikërisht gjatë të nishin ne nuk po lëm pa shënuar. Kujtojmë se rëndom kjo ngjarje kulturore është mbajtur në muajin maj, por këtë herë është një arsye që mbahet në nëntor, tha profesori Kurti. Kemi qenë të shtyrë, jo që duam ne po hapën konkurset më vonesë, zakonisht përpara thirrjet publike bëheshin janar, dhe në qenë janar jemi gati me projekt. Ne kuptoni sa puna duhet për përndetësim, me gjithë llogarinë, më shku me marë në gjykat e tjera, një kohë të mërshme, shpenzimesh, gjitha i krym dhe më në fund vjen tetori, vjen shtatori dhe marrim përgjigje negative. Nuk është ne që s'duam tamam në kohën e tina. Kohëve të fundit qytetërisht po bën thirrje publike shumë vonë. Nuk po bën siç bëheshin edhe siç bën diku në janar. Të gjitha thirrjet publike për aktivitete kulturore dhe letrare po të ishin janar, ne e dim riskun. Mitingu i poezisë në Gjakov është një aktivitet i vjetër poetik i zhvilluar me nismë në një grup i poetësh, dhe që atëherë deri më sot ai nuk ndërpreu kurrë dhe nga viti në vit ka shpalosur vlerat e letërsisë shqipe nga të gjitha trojet shqiptare, duke shndruar kështu jo vetëm mitingun, por krejt qytetin emblematik të Gjakovës si një vatër të ngrohtë të poezisë shqipe. Në disa faqe të rrjeteve sociale është raportuar se Ismet Munishi pritet të emërohet kryetrajner i vllazimit pas largimit të Xhengiz Rexhepit. Për televizionin nga klubi kanë thënë se ky lajm nuk është i vërtetë. Në disa faqe të rrjeteve sociale është raportuar se Ismet Munishi pritet të emërohet kryetrajner i vllazimit pas largimit të Xhengiz Rexhepit. Megjithatë, drejtori ekzekutiv i Kuqezinjve Ilirian Zhubi mohon se është marrë ndonjë vendim për trajnerin e ri dhe se nuk është zhvilluar asnjë bisedë me Munishin. Ne si kryesi ende nuk kemi vendosur për asnjë emër pas largimit të Rexhepit. Nuk kemi mbajtur as mbledhje për të caktuar se kush do të udhëheqë stafin teknik, tha Zhubi. Sipas tij, në dy ndeshjet e mbetura, një në ligë dhe një në Kupën e Kosovës, skuadra do të drejtohet nga zëvendëstrajnerët Yll Myrta dhe Egzan Nezaj. Aktualisht vllaznimi renditet në vendin e 4 me 34 pikë, aq sa ka edhe Dinamo në vendin e 3, ndërsa kryeson tabelën Vushtrria me 37 pikë në ligën e parë të Kosovës. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në VM.
Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Shpërndahet kuvendi, zgjedhjet të reja mbahen me 28 dhjetor. Një person paraqitet si imam, tenton të mashtrojë qytetarët. Kryesia e klubit të futbollit Vllaznimi mohon se kanë vendosur kryetrajner Ismet Munishin. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.